Arbër Bushaj, djali i një mësuesi profesor i nderuar i Manishevës, një burr i nderuar, të lesh ditarin e të kap sharmën, unë mendoj që për brezin e ri e sharma më fuqishme pena. Kuptojmë lutën e tyre heroike për çlirin e Kosovës, një çlirim që u prit prej shumë vitesh, me fal për kushtimin, udhëzimit, trimërisë së këtyre njerëzve, Kosova gëzon lirin sot. Ne nga kjo iniciativë të gjithë për luftëtarët kemi një mesazh, sepse iniciativa jonë është unifikuese, nuk është përçarëse. Shqiptarët o sot o kur duhet të bashkohemi. Le ta shohim këtë bust si një thirrje për të qenë qytetar të vdej, zonës të përkushtuar dhe mësues të përgjegjshëm, duke ruajtur me krenari trashëgiminë historike dhe kulturore të vendit tonë. Të flamurin kuqezi, për adheun dhe çdo ditë, ne fëmijët këndojmë e mall, lavdia dhe mjashari kanë të gjallë. Një falenderim shkon për kryeplejësinë e fshatit Hamil, drejtoreshën dhe stafin pedagogjik të shkollës Hamil dhe njësinë administrative të komunës, si dhe bashkia tjerë. Dhe njëherë në zemra ju falenderoj. Lavdi! Ka shkruar. O si s'kam një grusht fuqishëm me i rang këti mali që zbzan. Dhe këto vargje do të madhëronit një njeri. Do të ngrinin një kala. Do të muroste 20 vet, sa 20 rozafa bashkë. Bravo! Jam shumë i lumtur sot që jemi bashku në këtë event për të ngritur bustin e herojit kombëtar Adem Jashari, luftëtarit e lirisë. Vëllezër e motra, është një kënaqësi për mbar treven e muzikës të vëmë këtë bust madhështor. Adem Jashari është simboli i gjithë shqiptarisë. Është vendi me i bekuar, vendi që ka lind gjithmonë trima Drenica mos e ka lind, po i vetmi burr legjendar që vuri themelet e shtetit Dardan është Adem Jashari. E nisëm këtë iniciativë bashkarisht si fshat, duke bërë dhe bustin e herojit kombëtar Gjeç Kastrioti, menduam të bëjmë edhe bustin e komandantit Adem Jashari. Ky burr është legjend dhe meriton të këtë bust. Është gjë shumë e pak ajo që kemi bërë sot ne, sepse ky komandant sakrifikoi gjithë familjen e tij për lirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Si një bir i zonës Fjerit nga Drenia e Mallakastrës, ju përshëndes. Pa ata nderin t'i bashkangjitem rrugës të komandantit legjendar Adem Jashari, krah këtyre burrave që shikoni rreth përmendores. Në mesin e këtyre shikoni njerëz të plakur, po me shpirtin vulkan, për troje shqiptare, jo vetëm në Dardani, por në çdo vend ku ekziston Shqipëria natyrale. Familjes së Adem Jasharit, nga ditë Të mars 98, shkrepi pushka o tut mali, i tha serbit Adem Jashari, nuk dorëzohen për së gjalli, legjende liris t'i linde në ditën që unë ngri flamuri, për kasit kur të tërë gjaku, i qau shpirtin drit nuri. Të ven, trimave ti Adem, e vështirë me i shkujt kjo pen, veprën tane në këtë botë, historia se një dot. është një ditë e shënuar për të gjithë komunitetin e fshatit ton Hamil, dhe rrethinat nga fshatat e tjerë, nga qyteti i Fjerit, i Mallakastrit, nga diaspora, Dardania dhe mbar Shqipëria e madhe. Të nderuar banorë të fshatit Hamil, urime për vendosjen e bustit të komandantit legjendar Adem Jashari. Sot fshati Hamil i Fjerit të Shqipërisë u mishrua me prekazin e Drenicës. Nga sot u vendos historia dhe e kaluara e lavdishme e popullit shqiptar. Pikërisht ato pika gjaku të
të çdo nëne shqiptare, ato pikaloti të çdo nëne shqiptare, duhet janë forca që të bashkojnë shqiptarët për të ecur përpara. Mbi gjak, mbi lot, mbi rezistencë, mbi forcë dhe mbi një identitet shqiptar, ne duhet ngrenë të ardhmen. Edhe nga Vlora, nga veri Ismail Qemalit. Sa të bukur.